Bashkimi Demokratik për Integrim ka vazhduar të kërkojë nga drejtori i MEPS-os Burim Latifi të sqarojë dëmin prej rreth 6 milion eurosh, që sipas tyre i shkaktuar shtetit. BDI thotë se është e papranueshme që një çështje kaq serioze, që lidhet me menaxhimin e mjeteve publike dhe përgjegjësinë institucionale, të mungojë transparenca dhe llogaridhënia. Kërkojmë përgjigje të qarta se pse për të njëjtën çështje është lidhur kontratë me një kompani tjetër nga Banja Luka, për cilën në publik ekzistojnë dyshime për afërsime struktura politike nga Republika Serbe e Bosnjës dhe Milorad Dodikun. Nëse këto pretendime janë të sakta, atëherë lindin dilema serioze për procesin e përzgjedhjes dhe për interesin publik që është ndjekur. BDI thekson se vendimi i organeve për zgjidhjen e kontesteve DAP ka rezultuar me një dëm financiar për shtetin në vlerë prej rreth 6 milion eurosh. Ndërkohë, koalicioni Vlen thekson se BDI sot mbron një projekt që drejtorët e saj kanë kërkuar të shkëputet. Sipas Vlenit, dikush në BDI sot ka interes të madh të mbrojë një projekt që për 5 vite ka pasur realizim vetëm 4%, ndërsa i ka kushtuar shtetit shuma të mëdha parash. Të rikujtojmë se iniciativa për ndërprerjen e kontratës me Energoinvest nuk është e sotme dhe as vendim personal i dikujt. Ajo buron nga menaxhmenti i mëparshëm i MEPS-os në kohën kur drejtori i sektorit juridik ishte Bilen Salii, ish ministër i drejtësisë nga radhët e BDI-s. Pra, një kuadër i BDI-s e ka nisur procedurën për ndërprerje, sepse edhe vetë kanë konstatuar se kontrata është jo funksionale dhe u kushton shumë qytetarëve. Sipas Vlenit, të njëjtin qëndrim e konfirmon edhe ish drejtori i përgjithshëm i MEPS-os, Kushtrim Ramadani, gjithashtu kuadër i BDI-s.